أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Allahu është përbleft hafizin. Zoti Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu i mundësof inshallah këtë dhëmti që ja ka dhënë të jetë gjatë jetës së tij ta shoqëron derisa Allahu ta shtin me Kur'anin në xhennet inshallah. Në mesin tonë të nderuar të pranishëm e kemi maestron Allahun ton Nusret Kurtishin me ekipin e vet që momentin që ja banëm ftesën edhe pse janë shoqërues të hoxhës gjithmonë në programe, por edhe nuk na kanë refuzuar kërkesën dhe ftesën. Normal që nuk mujt ta harroj edhe na fidanin vllahun ton muezinin 15 veçar në këtë xhami. I ftuam edhe erdhën për të na zbukuru programin ton me zërat e tyre që i kanë të bukura dhe me ilahijet të cilët gjithmonë janë të pranuar në mesin e popullit ton, lavdrata për Zotin, lavdrata për pejgamberin alayhis salam, qetësi për shpirtin ton. Andaj ish pa umurkoj thrasin që ata të zbukurojnë këtë program me atë që e kanë para pa dhe e kanë pregatit urnën. O që fërndirë në fjallë të mëra që i thonë, pra hapën dhe i ka pikona o e së të një dhe i lume. Sot i shpërvejt dhe shkënasi, po të jemi shumë një që jemi me ju dhe sot, e në inshallah dhe të këndër dhe një nga i për ju. Ramazan
thash me zemër, falem deri zon, falem deri zon. Ramazan në mujima, po m'qan zemra kam niha, jam imje kam mërzi, nëse gjyra e t'njamshi, bëj dua ja Allah, më largo ti zon gjyra, ky shpik nuk t'jeti bëdba, ta pres tjetrin Ramazan, ta pres tjetrin Ramazan. Për ty agjërova, oj madhi Allah, lutje ti drejtova, o me lëmtuj kjo. A kjo jo vepa, sa shumë ka mërzit, Ramazanin tjetër, s'di a ka me prit, s'di a ka me prit. Ramazan në mujima, po m'qan zemra kam niha, jam imje kam mërzi, nëse gjyra e t'njamshi, bëj dua ja Allah, na largo ti zon gjyra, ky shpik nuk t'jeti bëdba, ta pres tjetrin Ramazan, ta pres tjetrin Ramazan. Nesër ku vjen ora, për me posifin, o me lëm për ftyre, ty Zot ka me thirr. Si Zot me t'malutje, Zot me ma mundsu, Ramazanin tjetër, prap me agjëru, prap me agjëru. Ramazan në mujima, po m'qan zemra kam niha, jam imje kam mërzi, nëse gjyra e t'njamshi, bëj dua ja Allah, më largo ti zon gjyra, ky shpik nuk t'jeti bëdba, ta pres tjetrin Ramazan. Gulgulan luni në gjennet, Allahun duke për me, kur bilbilat fluturojnë, Allah, Allah,
Ashtu si e zbukuron atmosferën e kësaj xhamie, Zoti i zbukuron akhlakin inshallah të vetëve vëllezërve tonë, maestrës tonë, Zoti dha shëndete të mira. Torta gjithmonë bëhet, zbukurohet, ndërsa qershia është ajo e cila jep shije edhe jep pamje. Qershia e kësaj tortës sot ku jemi na bëjna mbledh. Programin tonë është hoxha jonë, Zoti ta shtimën, hiç pa humbur kohë, e japim fjalën hoxhës tonë dhe ftojmë që ta marrë fjalën e rastit edhe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Gjithnjë falëndërimet, lavdatat i takojnë Zotit të Madhreshëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botë në botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta nga ky vend, nga ky tubim, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhelle xhelal. Të nderuar dhe të respektuar të gjithë ju të pranishëm, i nderuar miku im, kolegu im i dashur, hoxha ynë i zemrave, Abbas Efendi Mehmeti, i nderuar imam i xhamisë Efendi Blerim, e nderuara kryesi e xhamisë antar xhamatli, të ndershëm i lai këndues, shokë të mi të cilët na i zbukuroni me zhliset me zërin e bukur, të nderuar hoxhallar, hafizler, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Duke u nisur edhe nga edukata islame se njeriu do të me qenë mirënjohës dhe falëndërues edhe ndaj njerëzve, lejoni që përzemërsisht ta falënderoj hoxhën tuaj të respektuar, imamin e kësaj xhamie, khatibin dhe kryesinë e gjithë juve që sot na tubuan në këtë vend, në këtë ditë të bekuar, në këtë vend të shenjtë. Zoti Madhreshëm ju begatoft me të mirat e tij në këtë botë, në botën e përjetshme, dhe gjithmonë na bashkoft në hajër dhe në fund inshallah na bashkon në xhennetul firdaus. Të ndershëm vëllezër, shumë sinqerisht, unë nuk jam sot këtu për me thënë diçka që se keni dëgjuar prej hoxhallarëve tuaj të respektuar. Por jam këtu me i thënë të njëjtat fjalë, mësime dhe derse që i kanë thënë hoxhallarët e juve. Dhe mja përsërit vetes, mja kujtu vetes dhe juve ata që nuk duhet të harrohet asnjëherë në jetën e kësaj bote.
Vëllezër të ndershëm, duke pas parasysh se po jetojmë ditët më të mira të jetës dhe netët më të mira të jetës. Sepse ditët më të mira dhe netët më të mira të jetës që mund t'i përjeton besimtari janë ditët dhe netët e muajit Ramazan. Aq kanë vlerë të madhe, edhe aq jemi me fat që i përjetojmë të netë, sa që ndoshta do ta kuptojmë urtësinë dhe këtë dhunti vetëm atë ditë kur dalemi para Zotit Madhërisëm dhe të na peshojnë veprat tona. Do ta kuptojmë atë ditë se sa me fat kemi qenë që ne ka mundsu Zoti Madhërisëm në radhë parë me qenë besimtar dhe pastaj me i përjetuar ditët më të mira të jetës tonë. Andaj duke pas parasysh se agjërimi, vëllezër, muaj Ramazan është një pako, një ofertë shumë e madhe. Keni pa kur të hynë njëri në Migros, janë ndoshta 3-4.000 produkte. Edhe ai zotnia e shkruan aty thotë një pako me shumë gjana mrena. Edhe ndoshta në atë pakete për një me vinë numër i madh i produktet. Ndoshta numri i panumëruar. Edhe Ramazani, vëllezër, është një pako, një ofertë që Zoti Madhërisëm ja ka bën besimtarëve. E në atë pako ka gjëra të panumëruara. Aq shumë ka gjëra me vlerë, sa që janë të panumëruara. Por mos me kesh kuptuar apo dan, nisha më thjesht. Nota kadrit, është mbrana kësaj pakete. Se kam temën këtu. Po këtu me hyrë në temë dhe në kuptu për çfarë po flas. Pra Ramazani është një ofertë shumë e madhe. Kush e ka shti dorën këtë fat pako, asnjëherë nuk del dur thot. Edhe nuk zgënjet. Vetëm ai i cili s'është afru hiç. Ai ka humbur me gjithçka, ai ka dështuar me gjithçka. Kurse kushdo tjetër që ka hyrë në këtë Ramazan, në këtë adhurim të madh, edhe ka zgjat dorën në këtë paketë të madhe, në këtë ofertë të madhe, vallahi ai del fitues këtë botë dhe botën e përjetshme. Sepse mbrana kësaj pakete oferte është mëshira Allahu xhallahu ala. E kur ta ka plan mëshira Allahut, s'ka dert më për njerin se ku përfundon çështja e tij, nga se përfundon në mënyrë më të mirë të mundshme. E duke pas parasysh pra se ky Ramazan, ky adhurim është paketë bege e madhe, unë po provoj vëllezër me i përmend një 2-3 çështje të rëndësishme mbrana kësaj pakete. E para vëllezër, gjatë muajit Ramazan, besimtari e kupton mënyrën më të mirë të mundshme se sa është i rëndësishëm besimi dhe lidhja me Zotin e Madhërisëm. Sikurse në 11 muaj tjerë, pak sa largohemi prej epiqendrës së besimit. Largohemi pak. Dikush për interes dunjas, dikush të ahiretit, dikush ku e diçka, por pak largohemi. Dhe vjen muaj Ramazan, edhe na mëson se sa është i rëndësishëm besimi në Zotin e Madhërisëm dhe se sa është e rëndësishme lidhja e vazhdueshme me Zotin e Madhërisëm. Keni pa vëllezër kjo fe çush është. Po provojmë me dhënë një shembull. Në 3 rretha e bëjmë një rreth të madh. Që kjo është perimetri i Islamit. Kush ka thonë shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadur Rasulullah, ka hyrë brenda këtij perimetri, quhet musliman. Pastaj është një farë rrethi tjetër. Bëjnë pjesë një grupi besimtarëve që begi bojnë përpjekjen këtë dunja me zbatu fjalët e Zotit Madhërisëm. Bojnë pjesë në grupin e rrethin e dytë. Edhe është një rreth tjetër, epiqendra e besimit. E kjo epiqendra e besimit, siç e ka përshkruar Rasulullah, kur e pyet Xhibrili se çka është Islami, çka është imani, e çka është ihsani, thotë me adhuru Allahun xhallahu ala
sikur se me pa. E në Ramazan vëllezër, që i rrethi parë, Zoti Madhërisht me mëshirën e vet i afron të rrethi dytë. E shtin perimetër të besimit. Për shkak të agjërimit, të sadakës, e afron begi afër. Kurse të rrethin e mesëm e vjen në epicentër. Dhe njerëzit mesin tonë ka të tillë që me të vërtetë e adhurojnë Allahun xhallahu ala sikur se me pa. Kanë frikë Rabbul Alaminit, veprat i bëjnë sipas porosive të Allahut xhallahu ala dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të përkushtuar në rrugën e Zotit të Madhërisht, kanë frikë ditës së gjykimit dhe njëtën se botë reflektojnë në heshtet duke mos i ditë njerëzit se janë afër Zotit të Madhërisht. Allahu xhallahu ala në thënë Kur'an, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." E ata të cilët bëjnë përpjekje që të afrohen te Zoti i Madhërisht, të gjitha rrugët kanë me çuar te Zoti i Madhërisht. Vëllezër, ky ajet ka zbrit para ajeteve të xhihadit. Sepse fjala xhihad nuk e ka kuptimin vetëm front. Shkalla më e lartë e xhihadit këtë dunja është me njoftë Rabbul Alamin. Allah thotë walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. E ata të cilët kanë bërë përpjekje, e kanë dhënë mundin më të madh të mundshëm. I kanë shfrytzuar gjitha mekanizmat që i kanë për të afruar te Zoti. Të gjitha rrugët me çu te Zoti i Madhërisht. Sepse edhe jeta në rrugën e Zotit është xhihad. E xhihadi më i madh këtë dunja vëllezër është me njoft Allahun xhallahu ala. E në Ramazan vëllezër, Allahu jep robëve të tij këtë shans. Me kuptu sa është i rëndësishëm besimi dhe lidhja me Zotin e Madhërisht, dhe me kuptu se kushdo që provon këtë dunja me ecë pa besim në Zotin, ai do të dështon në fillet para të jetës. Sepse është e pamundur me realizuar qëllimet e jetës pa besim dhe pa mbështetjen e Zotin e Madhërisht. Vëllezër, a di ç'është kjo feja jonë? Ky din i madh. Feja, a ke pa shenjat pse vendosen? Shenjat vendosen për mi lexu. E pse i lexojnë shenjat? Për më orientu. E pse do të më orientu për mes tyre? Sepse shkon dot në destinacion ku je nis. Rabbul Alamini e ka prunë këtë din, e ka dizajnuar këtë din, edhe ka lënë shenja në trajektorën e jetës që e çojnë njeriu në përkushnis në vendin e sigurt. Të gjithë jemi nis për në botën e përjashme. E përmes cila shenjave shkojmë atje? Kush ne ka vendosur shenjat rrugën e kësaj bote me botën e përjashme? Ai që e ka kriju Allahu xhallahu ala. Dhe ai ka vendosur shenjat. Ka thonë besimi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, aja autostrada e drejt. Pastaj namazi, pastaj zeqati, pastaj haxhi, agjërimi, sadaka, e leximi i Kuranit janë shenja që në orientojnë për në rrugën e ahiretit. Edhe nuk e shkpusin këtë lidhje me botën e përjetshme. Pra vëllezër, në Ramazan e kuptojmë se është i rëndësishëm besimi. Po jap një shembull thjesht sepse 2 pika do t'i përmendi. Keni parë jetën e kësaj bote qysh mashtrohemi shpesh. Sidomos në kohën tonë. Dhe mendojmë se, për shembull, dikush mund mendon se parja i zgjidh gjitha problemet. Edhe ai sikur se largohet prej perimetrit të besimit, imanit. Zoti i Madhërisht më sprovon në pasuri, për mi të regu se parja nuk ka zgjidhje. Ka diçka më të fortë se parja. Ja merr këtë argument, sa i mbështet në argument. Në ditë për ditë mashtron shejtani dhe i mendon që me pasurinë e vet zgjidh gjithçka. Allahu e sprovon për ti të regu se s'bën zgjidhje me pasurinë. Por është një kartë tjetër që më e rëndësishme se kjo.
Ajo është karta lidhe me Zotin e Madhreshëm. Besimi. Dikush tjetër mbështet në autoritet. Mendon se zgjidh gjithçka përmes autoritetit që ka. Bjen në mbrëmje me autoritet, në sabah Allahu ja merr. Por mi tregu se në gabim një mbështet. Je largu për perimetrit besimit, edhe tash kjo forcë që e mbështet nuk bandobi, do të më kthy patjetër në rreth të besimit. A keni pa këde ku të mirë argumentet? Një ka një. Në fund çka thot? Thot Zoti tash ju kum mbështet. E agjërimi në mëson me të thonë jo në fund, po në fillim më të kallëzu se s'mundesh me ecë pa Zotin e Madhreshëm. Mos prit në fund. Mos prit më t'i marrë Allah argumentet dhe ti me mendu, e pasaj me pasë së një del pa Zotin e Madhreshëm. Dikush më ndem mbështetë ndije. Vëllezër realizova një ditë një mjek i cili thoshte në raportin e vet, diku në Angli, krenohi me aftësinë e vet, duke harruar se Allah është i gjithdijshëm. Dhe ja pak për dijes tina ku na don sot don. Edhe ai thoshte se me çka do që të sprovohet pacient raportin tem, unë jam i Zoti me asgjë probleme. Allahu e sprovon me të njëjtën smundje atë. Me të njëjtën. Edhe në fund të jetës thot e pas na mashtru vetën se pas ka diçka që kam bidin të. Për Allahu t'i merr argumentet e dunjas për më të afru ka argumenti i fuqishëm i besimit. Për në Ramazan e mësojmë se sa është i rëndësishëm besimi. Vëllezër, kjo jetë nuk është e lehtë. Begi është e rëndë. Begi ka sfida. Po të kishmi qenë xhenet i kena pas letë. Por këtë arsye pse kjo jetë është e rëndë, Allahu i ka garantu se do dalin fitues prej kësaj bote vetëm një grup i njerëzve. Vetëm ata që kanë hyrë në anijet e besimit. Në rrugë të besimit. Krejt rrugë tjera kësaj jete kanë përfunduar. Rruga vetme e cila është e sigurt është rruga besimit dhe në Ramazan e mësojmë në mënyrë më të mirë të mundshme se sa ka vlerë besimi. Besimi në Zotin një vëllezër është pasuria më e madhe që mund ta posedon njeriu pas jetës. Jeta është dhuratë e Zotit, e ka dhënë Allahu pa e lyp. Kur kush prej neve s'ka ditë me lyp datindjen. Kur kush? As s'ka ditë çfarë jeta. Allahu ka keni qenë të vdekur ju kam gjallë. Pra s'keni si i kanë hiç ju kumprum. Dhurata më e çmueshme është jeta. E mas jetës vëllezër, premia e kësaj jete, premia e kësaj jete është besimi sakt në Allahun xhallahu ala. S'ka më të rëndësishëm se kjo. E në Ramazan e mësura shumë mirë se çka do të thonë me jetu me besim. Thosh Zoti i Madhreshëm që gjithmonë të qëndrojmë besnik Allahu xhallahu ala, dhe gjithmonë të bëjmë përpjekje të jemi në mes, në epicentër të besimit. Sepse aty është mirësia më e madhe që mund të jeton njeriu në jetën e botë. E dyta vëllezër, shkurtimisht për shkak kohës. Në Ramazan njeriu e kupton sa është e rëndësishme aspekti shpirtëror i njerit. Sepse aspekti shpirtëror i njerit është më i vlefshëm se sa aspekti fizik i tij. Aspekti shpirtëror është më i vlefshëm se sa aspekti fizik. Njeri nuk është i mirë vetë se ka pamjen e mirë. Por i mirë është se i ka sjelljet e mira, shpirtin e mirë. A keni pa kur ti po shkruajnë dikan që ka dek më herët? Kur ti thuna ka qenë i mirë, a i thuna ka qenë i mirë se pamjen e ka pas mirë, ty se ke pa hiç? A i referomi mirësisë së shpirtit tina. I referomi të mirave të shpirtit, thuna për shembull u ka njeri mirë. Kur kush sot u ka njeri me frizurë, shto ku e di çka, jo. Po u ka njeri mirë. E Ramazan vëllezër na mëson Rabbul Alemini se çysh ana shpirtërore njerit do të më kanë më e mirë se ana fizike.
Bile qëllimi i agjërimit, si mbas ajetit në Kur'an, është në të bëmit e mirë. Allahu tha la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëni të devotshëm. Kjo është qëllimi i agjërimit, që ta pasurojmë vlerën shpirtërore. Vëllezër, po jetojmë me një kohë që njerëzit duke vrapu pas anës materiale, në shekullin tonë po flas, e kena lëndu anën shpirtërore. Mos bëjnë dobi as lot, as klithmat, as vaj, as kush, sepse janë ngurësu zemrat. As po e shef një që ka ndodhë në botë me njerës, si kurse skenari gjungëllës. Me pa në dokumentar, ka njerë do të me shkym televizorin se të vjen gjuna, kur ta shef për shembull një gërsir që e sulmon një tren ose një kujtishka. Dhe ty të vjen gjuna me pa. Bota njerëzore, e cila duhet më udhëhiq nga ona shpirtërore saj, është i përngjarë gjungëllës. Pa fije ndjenje njerëzore. Vdesin njerëz urie, vritën, masakrohen, gjithon dhe i botës, kërsnohen njëri me tjetrin, si kurse ka vdek ona shpirtërore. Merreni me men, vëllezër, për çdo ditë ku flasmi ne sot. Merreni me men, ku shkonin në sofër të iftarit, imagjinoni një numër të madh të njerëzve vdesin ditë për shkak të urisë. A sipas statistikave të vitit 2024, me miliona tonelata ushqim janë hudhë në mbeturina. Ky është njeriu i shekullit, që don me gdhabru gjithçka, harron se në pasurinë e tij ka hise dikush, dhe se ti bash e mirë vetë se i ndërgjetshëm. Allahu don ty vetë sa ki detektor të dërgjegjet në zemër. E Ramazani vjen në mëson në thot, o vëllai i dashur, ti je qenie shpirtërore, ti dush me eduku, me trajnu shpirtin, ti dush mu avancu në aspektin shpirtëror, jo në aspektin fizik. E kur arrime një farë nivellit të pjekurisë shpirtërore, vëllezër, a ke pas sa të mirë jemi? Imagjinoni sikur ti kishmi qenë tani jetë në Ramazan. Sa të mirë jemi në Ramazan. Derisa të hom iftar, në atë butë, qetë, dhimbshëm. Allahu dënë më në thonë se kështu du të me jetu njëri këtë dunja. Me sinceritet, me devotshmëri, me dëmshuri, dhe me kuptu se njëri kësaj bote, njëri bati madh, vetëm sa e zhvillon anën shpirtërore tina. Vëllezër, xhamatli, jemi të jetu me një kohë që gjithçka shohmi si vlerë monetare. Ka një kohë që edhe antarët e familjes jemi të pa si pare, jo si vlerë njerëzore. Ulesh me dikan me kajt një dert, a hiç s'është me ty në tavolinë, sa i të shet ty si objekt, jo si qenje njeri, që ti ki nevojë për fjalë ti të mira, për mbështetjen e tij. Sikur se materiale e ka mbizotru shpirtërore. Edhe fëmijëve të posarritur i themi, ti du të më koni pasur. Aja las se ka kuptu jetën mirë, na e ngarkojnë me gjona trana të jetës, sepse imi t'i pa dhe antarët e familjes e fëmijët, sikur se vlerë monetare, jo si fëmijë e manet për Allahu xhallahu ala. E Ramazani na mëson se ana shpirtërore ka rëndësi të madhe. E di ç'është Ramazani, vëllezër? Ana shpirtërore, e keni pa qepën që kuzhinë, tu ja hek livorën, atëfar likurën, livorën, tu më rinë ka mesi. Ku të më rinë ka mesi saj, gjegin sytë. A Ramazani, di që ka në banë neve muslimante? Në i hek që të farë perdet, që të farë shtresat e kepës, i hek. Edhe të prejk të të shpirtërorja. Kur të prejk të shpirtërorja, e shpesh të letojnë sytë, se ta shtë të kemë rinë standardin shpirtëror që e thotë Allahu xhallahu ala. Edhe pasaj kur ta shef tjetën që vullë ty të dhimët,
Kur ta shet tjetër që ka nevojë për ty ti vrapon me ndihmu, pse? Sepse tu kanë kanë ra maskat. Edhe ke dalë në realitet. Ka ra dioptria gabush me syve dhe tash kena ra në nivelin më real të mundshëm. Ky është qëllimi i Ramazanit, pra që na mëson neve se ana shpirtërore është shumë e mirë se sa ana fizike. E na do të më çmu jetën vëllazër, me çmu anëtarët e familjes, me çmu njerëzit me të cilët jetojmë këtë dunjë dhe me bë përpjekje që të më afrohemi njëri tjetrin, sepse vetëm të bashkuar dhe duke çmu njëri tjetrin zbret mëshira Allahu xhelle wala. Dhe çështja tjetër vëllazër, për shkak kohës, kjo është muaji i ndryshimit. Edhe është muaji i suksesit. Nuk ban këtë muaj me prit me dosë të dyshimit. Me prit sikur se diçka e ranë po të godet. Jo. Përkundrazi duhet me prit si diçka shanca e vetme. Ke pa sikur me kanë rrezik diçka Zot me rujt, edhe me pa një shansë që ti shpëton. Me këtë forcën kapësh për ta. Muslimani duhet me prit këtë muaj të Ramazanit si shansë e vetme shpëtimit. Jo si diçka barë, jo si diçka që ty të pengon, por si diçka që ty të çon drejt suksesit. Vëllezër, po ja them një shembull shumë interesant. Keni pa luftën e Bedrit, e lexon mirë dhe çuditësh, sakrificë e madhe. Ka ndodhur një herë ka qenë Ramazan. Edhe isha duke shku dikun me majt ders, më kishin caktuar temën lufta Bedrit. Edhe rrugës begjeru lodha dhe më zanë ke gjumi. Edhe për një moment pitan vetën subhanallah. Ka të vogël jemi ne. Jemi të shku me folë për luftën e Bedrit, a mu më zëgjumi. Do me thonë, as me folë nuk jam i gatë shumë une, po ata që kanë përjetu dhe kanë bërë sukses. Ne të veshrit lodhëmi t'ju a lexu historinë tjerëve, ata e kanë kry për një metën, që e dallim mes neve dhe të vetëve. Sa mërë turp për Allahu xhelle wala, sa të vegjël jemi. Se njeri dhe në Ramazan, që e më të stu me bo punë të kajrit, sepse jam për lodhë në shumë. Wallahi, mes me kanë dhe shembujt sahabëve, për një me do të më dërzune, me do më për lodhëni. Ama ku utilizojmë dhe shembujt sahabëve, subhanallah. Agjerushëm, pa iftar, pa sifir, temperaturat larta, në pyetje jeta, edhe ato të dalin me danë. Pra kjo është muaj që du të më të ngjallë, jo më të rëzu, më të forcu. Nëse ke hyrë këtë muaj me atë idejen se ko me kanë pengesë për ty, nuk kemi realizuar qëllimin e këtij muaji. Nëse ke hyrë këtë muaj me këtë ide se ty të pengon, po ta prish ka për ditëshmërinë, po të ngarkoj ka, nuk mundesh me fitu për këtij muaji asgjë. A nëse ke hyrë me atë idejen se kjo është muaj i shpresës, muaj i ndryshimit, muaj që më forcon, muaj që më mëson se kjo jetë është betejë, e në betejë nuk dilet me dyshim. Dhe nuk dilet në betejë pa përgatitje. Kjo është maraton e gjatë. Pra vëllezër, kjo është muaj i ndryshimit, që duhet me ndryshu njeriu nga brenda. E pastaj ky njeri ku ndryshon nga brendja, reflekton edhe në jetën e përditshme. E nuk ban më në kalu ky muaj pa ja arrit qëllimet më të mira të moshme. Po e tham vëllezër, kjo është muaj i ndryshimit sepse ja sot ja kur ne musliman kem nevojë për ndryshim. Ja sot ja kur ne kem nevojë me pa rrugën e drejtë në sy. Ja sot ja kur në duhet të kanë argat dhe ushtartë të mirës. Dhe me dalë për asaj kopertine të errësirës. Dhe me ranë rafshin e aktiviteteve dhe të punës për hir të Allahut Azza wa Jall, për hir të familjes, shoqërisë dhe ummetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ai cili ka ikë prej detyrës sot, ai cili ka dezertuar prej detyrave që Allah e ka dhënë, ai ka tratuar emanetin Allah dhe pejgamberin. Ai që ikë prej përgjegjësisë që ka sot, për ta ngjallë, për ta ndryshuar këtë ummet, ai ka tratuar bukën të se kanë hangë jetën e së botit. E sot fatkeqësisht kemi plot të tillë, që se kryjnë detyrën për shkak të caktuar Allahu xhallahu ala. Vëllezër, mos ta fajsojmë kërkan kur ta shohim rezultate negative në shoqërinë tonë. Po vesh të pyesmi vallë, a ke kontributi po çat keqe? Sepse kemi armë një kohë që sert ulmin biseda të lira, të gjithë e dim se nuk është në rregull me neve diçka. Jemi likështu, jemi dobësu, por asnjëri prej neve nuk e merr guximin me thonë, vallë, unë çka kam kontribuar në këtë çështje. A jam fajtuar për këtë punë? A kam hisën të keqen unë? A kam hisën të keqen? Nëse klithmat e ummetit janë gjithandej lotë e mërzi, pyetja është, po unë çka kam kontribuar për lotë të tjera? Dhe ajo është një faktor që më ndryshoj diçka. Në ndryshimi fillon prej neve, vëllezër. Prej neve, individualisht. E kjo është muji shanca më ideale që njeriu më ndryshu. Sepse në këtë muj ka ndryshu bota, vëllezër. Në këtë muj ka ndryshu historia e njerëzimit 7-8.000 vjet më herët. Çish ka ndryshu? Po ajeti parë ka zbrit në Ramazan. A nuk ka qenë ai sinjal se bota po ndryshon? A nuk ka qenë lajm se po vjen një epokë e re? Dhe me të vërtetë ndryshuan. Siç thoshte Omeri, Allahu xhallahu ala na ndryshoi zemrat. Dhe ne ndryshuam botën. Pra kjo është muaj ndryshimi, vëllezër. Ato detyrat që kena dështu me i ba ma herët, na do të me ndryshu qasë dhe me realizuar të qëllime. Nëse dje kemi qenë të padishëm, do të me dash dijen sot. Nëse dje kemi qenë gabimtar, nëse do të me dash pendimin dhe me refitu. Nëse me distancu prej detyrave shoqërisë, ne do të sot të ndryshojmë, të marrim detyrat përsipër. Dhe të ecim në rrugën e Zotit madhreshëm, sepse i kemi bërë shumë kësaj feje, i kemi bërë shumë të popullit shumë. Vëllezër të ndershëm, në jetën e kësaj bote, kur nuk je i madh sa ke marrë për shoqërisë. Mos të mashtrojnë kriteret që kanë vendosur ti jetë. Se ti si je i madh sa ke marrë, ti i madh sa i ke dhënë shoqërisë. Jo sa i ke marrë. Nëse ti miliarder, mos mendoj që je i madh. Se në urtë siratit ti ki më madh veç sa i ke dhënë shoqërisë, jo sa ke marrë për tina. Nëse duket vetja i dishëm, ki më pyet në ahiret çka i ke dhënë shoqërisë. E kjo është muj me ndryshu këtë koncept, me pa veten sa jemi të gatshëm të japmi shoqërisë. Dhe po e përfundoj me një segment shkurt e se. Çka nën kupton me ndryshu dhe me kontribu për shoqërinë? A ke pa kina agjeru tanë mujin, shembull, nëse kena imën me prit. E pse du të me dhanë fund mujit sadakatul fitrit? Ne kush mund me thonë, po miru në agjerova tanë mujin, pse? Pse du të me dhanë dasha një sadakatul fitrit? Jashtë të spjegimit që është pastrim për agjerimin, jashtë të spjegimit, një argument tjetër. Sepse tanë mujin Ramazan, ke agjeru për veti, ti me arish shpërblimin. E në fund të Ramazanit Allahu ka thënë që ky shpërblim, që ky Ramazan ka ndryshu diçka te diçka, tash ti do të më kujdes për tjetrin. Të ka mësu, të ka prun këtë nivel që me kuptu se ki përgjësit në tjetrin. Edhe ti s'mun është bunë në sofër të Bajramit, pa e dhanë sadakatul fitrit. Kjo është rezultat e xherimit. Allahu thotë tanë muin ke mësu, apo tanë muin ke përfitu për ti muj, dhe e ke përfitu një element, e ke mësu një mësim. Cili mësim? Se dikush ka hisen pasurin të anë. Dhe ti s'mun është me dalë në Bajram pa e dhanë qatë fitër. E imaginone se ku ta këshmi kuptu të gjatë të rjetës,
se dikush pret prej neve detyra. Qysh kish më duke shoqëri vëllezër? Sikur secili prej nesh kish bën të pamundurën me kry emanetin për së ndarkuar. Ndoshta e kish më shndruar edhe fushat në asfalt. Sa kish kel komandoç hiç. Sikur ta shmilon kontributin secili. E kjo është muaj që na mëson se kontributi është shumë rëndësi. Është shumë rëndësi ndryshimi vëllezër. Nëse ne nuk ndryshojmë, çish kemë ndryshuar bota rreth nesh. Nëse kemi kuptuar hala rëndësinë e ndryshimit, çish do ta ndryshojmë situatën vëllezër. Pra e pamundur. Jemi në shkollë që na mëson se ndryshimi është shumë rëndësi dhe unë këtu pe përfundoj këtë fjalim të shkurtër, edhe njëherë duke falëndëruar përzemërsisht hoxhën e nderuar Abbas Efendiun, Berim Efendiun, kryesin dhe gjithë ju vëllezër, që na datë mundësinë që sot të bashkëbisedojmë, të kajmë dert, jo të tregojmë ders, po të kajmë dert për situatën tonë, për rrugën tonë, për objektivat tona, për qëllimet tona, ndar Zoti madhërisëm që të jetë ky muaj i shpresës për një me, muaj ndryshimit për zemrat tona dhe të reflektojmë në ndërtimin e familjes së shoqërisë. Zoti na ndihmoft, më bani Allah, wassalamu alaikum, Zoti shpëtift. Fillimisht, ne emër xhamisë, xhamatit, banorëve të këtyre lagjeve, falenderojmë Hoxhën Allahu qoftë razi me fjalët e tij, e lutim Allahun që Allahu na vetësoje, na kthjellë, na boje përderisa na i dërgon sebepët si hoxha për t'u kthjellu, për t'u vetësu dhe për të ndryshu që të vim deri në atë që Allahu t'jetë i kënaqur me atë se çfarë duhet bëjë një besimtar. Edhe njerë në gjallë e raziku për çdo fjalë të mirë, e lutim Allahun që këto fjalë kenë bashkim për zemrat tona, për kokat tona dhe për tokat tona. Allah i qoftë razi me gjithë juve, e kemi fillu me fjalën e Allahut nga Kurani i Madhërisëm, do ta përfundojmë prapë me fjalë të Zotit, me fjalën nga Kurani i Madhërisëm. Këtu me ne është imami i xhamisë më të rejtë Shkupit, xhamisë madhe të Fushë të Banës, Hafiz Jasini Efendi Abdullahi, bërëmës. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالله
Allah i shpërbleft Hafizin për recitimin e bukur, i shpërbleft hoxhën tonë, të dashurin tonë për këshillat. Besoj që ketë ato që i ka thonë, është se i ka shenu kamera, i kanë regjistru me laqen, kanë zanë vend në shpirtrat tonë, inshallah. Dash Zotit në Gjelal Allahu t'i jep shëndet hoxhës tonë, t'ja ruaj familjen, t'ja ruaj vladët, t'ja ruaj dashamirët, edhe të jetë inshallah shumë vite në Ramazanët tjera me neve, me dashamirë të cilët e dojnë hoxhën dhe ndjekin atë. Shpërblef Zoti Gjellëshanu edhe ekipin e maestros Nusret Kurtishit. Shpërblef Zoti edhe juve të ndëruar xhamatli, të cilët sot dajtët kohë të jeni pjesë e këtij kopshtit të xhenetit në këtë shtëpi të Zotit, ashtu si na ka tugu Allahu Dhul Gjelal në këtë xhami, na tugoje inshallah në xhenetet më të larta në mezhlisin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpërbleft, rafshit inshallah gjithmonë të jemi në punë të mira, në ndryshime të reja, vazhdojmë inshallah javën e ardhshme me mysafir tjetër.